e thjeshtuar, megjithëse rinumërimi do të bëhet edhe në Tiranë dhe në disa qarqe të tjera, nuk do të ketë lëvizje mandatesh brenda listës së opozitës. Kolegji bazuar në kodin zgjedhor vendosi ndoshta me drejtë se janë partitë jo kandidatët ato që janë palë në ankimim. Pra edhe më thjesht, nëse votat do të rinumërohen në Tiranë dhe ka lëvizje votash mes partive, do të ketë lëvizje mandatesh, pra për shembull një mandat i shehajt mund t'i kthehet Partisë Demokratike. Dhe kjo është mënyra e vetme se si për shembull Ilir Ali Mehmeti mund të marrë një mandat. Ankimi i tij dhe i dy kalave të Partisë Demokratike përfundoi në trash bin të arkivës së zgjedhjeve të 11 majit. Sigurisht ky është një poshtrim i fundit që sistemi aktual politik i bën identitetit personal politik të kandidatëve më të votuar nga listat e hapura të deputetëve, por dhe në rastin e palës humse pra demokratëve, se ky sistem i shërbeu një lloj si atyre që fituan, si atyre që humbën këto zgjedhje. Konsoliduan radhët e besnikëve dhe ekzekutuan më të votuarit dhe më të vlerësuarit. Ajo që kjo gjë më kujton më shumë është se si ndaheshin dikur degët e shkollave të larta në kohën e komunizmit. Nuk ndaheshin në bazë të meritës, pra të notave, po se kush kishte më shumë njohje në komitetin ekzekutiv. Sigurisht ka vend për gjykim për të gjithë, por thuhet se pala që fiton gjykohet më pak. Sali Berishës, pra palës humse, i qartë për humbjen edhe para zgjedhjeve, do t'i duhet qoftë formalisht të shkojë përmes një procesi publik gjykimi për mënyrën se si po e katandis alternativën e qeverisjes. Përse i përdori emrat më të mirë PD-s, për të marrë më shumë vota apo për t'i djegur? Dhe nëse i djeg përse djeg bashkë me ta dhe 10 mijëra vota opozitarësh. E zëm se nuk bën lojën e Edi Ramës, po cila është strategjia e lojës tij? A duhet ta djegin opozitarët protestën e tyre në një zjarr të shuar, siç është ndërruar sot vatra e Partisë Demokratike dhe ku shkojnë për tek saj? Nëse askush nuk mban përgjegjësi në këtë situatë, atëherë çfarë vlere ka një debat tjetër i brendshëm për të ardhmen e Partisë Demokratike? Ai që fërkon duart i pari është ai që fitoi zgjedhjet. Edi Rama e zgjeroi gropën e demokratëve dhe me 10 mandate më shumë në 11 maj, në kohë që sheh se gropa thellohet vetë nga amoraliteti që po kryen nga brenda Partinë Demokratike dhe perceptimi i saj më i keq se seria e pashmangshme mëkateve të 12 viteve pushtet. Rama u ndje aq komod sa një ditë më parë nuk kurseu një sulm frontal ndaj sistemit të drejtësisë. E akuzoi se po abuzon në emër të pavarësisë dhe insinuoi se gjobat e dikushme kërkon të zëvendësojë me rritje të pajustifikuar rrogash. Akuzoi drejtësinë se po kërkon të ngrejë një shtet brenda shtetit dhe paralajmëroi gjykatën kushtetuese se nëse, siç tha ai, lajthit sërish, do të ndërhyjë. Por e dini kush e mbështeti i parë këtë goditje direkte të sistemit drejtësisë nga kryetari i qeverisë? Sali Berisha. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rilsori. Sigurisht debati do të jetë më i gjerë se sa çështja e doktor Ilir Ali Mehmetit. Por sigurisht vendimi i sotëm i kolegjit zgjedhor duhet të i bazuar në kodin zgjedhor, le të themi i mbyll mundësinë çdo lloj kandidati që të ruaj votat që ai ka marrë vetë. Siç e thash në editorial, duhet kalojë nga komiteti ekzekutiv. Pra do të ketë rinumërim në Tiranë. Mund ketë edhe lëvizje mandatesh. Zoti Ali Mehmeti mund ta marrë mandatin e tij, por do ta marrë mandatin e tij vetëm nga dera e Partisë Demokratike. Jo për ato gati 20.000 vota që ai mori në Tiranë, ndoshta një nga kandidatët më të votuar dhe në rang republike. Unë kam kënaqësinë na kem sot në program doktor Ali Mehmeti. Mirëmbrëma doktor. Mirëmbrëma. Faleminderit që më sot në këtë pjesë parë të programit së bashku me Fatbar Kadillin, Mirëmbrëma Kadilli dhe Orlan Bekon. Pra jemi 4x ose 3x dhe një aktualisht në përpjekje për të qenë akoma përfaqësues i Partisë Demokratike dhe duhet të jemi sinqert me ju, do donim gjithë që Partia Demokratike përfaqësohej nga njerëz si ju. Ju shikojmë me një këmbë jashtë, të paktën nga skena aktive politike. Ilir, si ndihesh në këtë lloj temi ngërçi, cili është ngërç cilin dikush nga ne e ka kaluar një moment caktuar tjetës vet, ju ndoshta jeni i fundit. Por ju vetë si ndjeni në këtë situatë sot pas këtij vendimit të kolegjit zgjedhor, i cili ju e vetë personalisht dhe atyre gati 20.000 votuesve ja ka mbyllur derën fytyrës. Si ndjem, i qetë, i qartë, i fokusuar në proces. Çfarë do thotë kjo? I qetë, i qartë dhe i fokusuar në proces. Procesi vazhdon. Absolutisht. Procesi vazhdon, KQZ-ja ecën me ritmin e saj, atëherë kur do të na njoftoj
që do rinis procesin, do ta rinisi, do të na njoftoj për procedurat, presim procedurat nuk e nendet njoftuara publikisht dhe zyrtarisht. Atëherë, kemi një vendim kolegjit, i cili nga përpamja temi ligjore dhe me thënë vërtetën ka qenë një vendim korrekt i kolegjit, do thonë sepse ky është kodi zgjedhor. Pra kodi zgjedhor thotë kandidatët nuk mund të ankohen vetë. Duhet ankohet Partia Demokratike. Pra në këtë rastin tuaj duhet ankohet Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk e mbështeti kauzën tuaj personale. Nëse kishim pyetje për këtë proces, atëherë më lejoni ju bëj kronologjinë. Fillimisht ju drejtum Kasit, pasi ishte marrë zyrtarisht, përveç se privatisht dhe në forumet tona, ishte dhënë dhe zyrtarisht mbështetja plot për të marrë kërkuar rinumërimin, madje edhe përmes avokatëve të Partisë Demokratike të pranishëm aty. Kasi arzoi, mos gabojm datë 30 maj, rimorëm mbështetjen, shkuam kolegj zgjedhor për të ankimuar këtë, dhe ndërkohë, në fakt të njëjtën mbrapa, rreth një javë më pas, Kasi pranoi kërkesën e Partisë Demokratike, pra të subjektit politik, i cili përfshinte në fakt edhe kërkesën time bërë një javë më parë që ishte rrëzuar. Ndërkohë, kërkesa në kolegj ishte bërë në dy aspekte, pra njëri aspekt ishte pikërisht kjo kërkesë, po e cila e humbi objektin në momentin që u pranu kërkesa e Partisë Demokratike, dhe e dyta ishte legitimiteti, pse e them. Sepse në Shqipëri është vazhdon kjo shpreha kështu ka qenë. Duhet fillim ta ndrojmë këtë shprehje kështu ka qenë. Kështu ka qenë në 2012, dhe ky ligj është 2012 sepse në 2013 ne kishim listat e mbyllura. Po ashtu i kishim në 2017. Në 2021 filloi dhe procesi mos gaboj i hersit që mund ta thynte listën. Ishte një diskutim, po tash jam jurist për ta folur nga ana juridike. Kjo është arsyeja pse janë avokatët aty për të përfaqësuar. Diçka u hap, pra nisi një hapje e vogël. Ndërkohë që në 2025 kodi zgjedhor është krejtësisht ndryshe nga ajo që ishte në 2013. Pra ai ligj flet për një kod zgjedhor 2013. Në 2015 kishim një listë mbyllur që me të drejtë subjekti politik që e përfaqëson dhe një listë hapur ku janë kandidatët totalisht për 11 subjekte, kishte një listë të gjatë me kandidatë. Dhe kjo është çështje për diskutim dhe do i drejtohemi prapë instancave më lart, pse kjo është çështje parimore tash. Kjo nuk ka lidhje me vetë këtë proces, pse do kemi një proces tjetër dikur më vonë. Sërish dhe prapë neve nuk mund të themi kemi marrë këto vendime neve në 2012 dhe do t'i mbajmë tani gjithë tjetër. Ndryshojnë ligjet, janë dinamike. Shoqëria është dinamike, nevojat janë dinamike. Do ta diskutojmë në instanca të tjera. Po janë juristët më shumë që ta diskutojmë. Pra nuk na takon mua dhe unë jo, unë jam jurist, kështu që Pama, juve ju takon përgjegjësia që po e vazhdoni këtë proces. I takon parimit që çdo qytetar i Shqipërisë ka drejtën ti drejtohet institucioneve publike këtij vendi që marret me këto taksa tona, ti drejtohet me një kërkesë, qëndron apo s'qëndron kërkesa e vendos institucioni. Pra, si i përgjigjet kërkesë, por nuk mund të thotë s'pranoj kërkesën. Sepse është i paguar me taksa tona ky institucion. E bërë kërkesën, e shqyrton, t'jep një përgjigje. Nuk mund të thotë do të se shqyrtojnë. Po sot që të ju dha një përgjigje. Po, prandaj ka dhe sistemi juridik, ka hallkat e veta, ka hapat e vetë për thecë përpara. Pra që ta kuptojmë, do ketë një rinumërim të votave kjo është tashmë e kryer. Të dy përfaqësuesve të Kjo është e kryer me kërkesë të subjektit politik. Po, por ju thoni që do ta vazhdoni procesin ju vetë personalisht. Jo, këtë pjesë të legitimitetit. Po, për legitimitetit. Pjesa e rinumërimit me sa di unë, nga Celi Bashi është bërë e ditur që duhet fillojë javës tjetër me procedurë që ende si ka bërë të ditura, po i presim. Në çdo rast do ndodhi. Do ndodh sepse ka kërkuar Partia Demokratike. Dy anëtarët e Kasit, po. Por ju vetë, sepse unë kam pasur zotin Kalaja këtu, Auloni, i cili tha, unë do ta vazhdoj procesin, siç e tha dhe ju pak sekonda më herët në bazë parimore, tha. Auloni tha, unë do ta çoj ta ndoshta deri në gjykatën e drejtave të njeriut në Strasburg. Pasi ta betejë ime tha nuk është betejë personale, por është betejë parimore. Dhe ai më bëri një shembull shumë interesant. Tha, nëse unë do kapesha duke bler vota, përgjegjësinë penale do ta mbaja unë. Atëherë pse unë s'kam të drejtë të kërkoj votat e mia vetë personalisht? Ju e mbështesni këtë qendrim të Po, ky është një logjikim që logjika është e drejtë. Eksakt. Pra ne logjikën mund diskutojmë sepse nuk kemi juristë, shohim tash tek këto ngërçat ligjore. Ne unë jam kundër proceseve publike. Jo neni, jo pika, jo. Por ama debat mund bëjmë. Është shumë e thjeshtë. Institucionet publike i shërbejnë publikut. Dhe në këtë rast i shërbejnë patjetër çdo kërkesë do ta shqyrtojnë. Kështu e mendoj unë. Ky është parimi ku unë bazoj jetën time. Kërkesën e shqyrtojmë, pastaj të japim përgjigje, mund të japim negative ose pozitive. Është parimi edhe si doktorave, ti s'mund thuash që ky ka është shëruar apo është smur pa e parë pacientin. Nuk ka gjë, por nuk mund të thuash s'të pranoj këtë dera. Pra,
dhe pranosh kërkesën, e ecësh përpara, mund ta gjykosh negativisht ose pozitivisht, kjo pastaj e ke në tagër tëndet. Por nuk mund thuash dot, jo, derën e ka të mbyllur ky qytetar. Kështu e mendoj unë. Pastaj ecim përpara. Ligjet fundfare janë shkruar nga njerëzit, dhe janë shkruar për njerëzit, dhe nuk janë shkruar ngurë. Evoluojnë ligjet. Se kemi pas ligje tjera përpara akoma, kemi pas ligjet përpara 20 vjet, para 30 vjet, 50 vjet, 70 vjet, e me radhë. Tashti juristët e bëjnë histori. Megjithatë, ju referoni kodit zgjedhor, por le të themi vendimi Jo, unë referohem një parimi që publiku ka drejtën të drejtohet institucionit publik. Jam dakord me. Po ju thatë që kodi zgjedhor nuk është ai kod zgjedhor që ka qenë përpara. Po duhet të them një gjë zotë Eli Mehmeti, që vendimi sotëm i kolegjit bazohet në kodin aktual zgjedhor të miratuar në mos gabojmë dhjetor 2024. Ta shohim një herë të zbardhur, të takohemi një herë, do të na vi herë i zbardhur, se jetën time s'ka ardhe ndaj zbardhur. Takohemi me zyrën juridike, të flasim. Unë nuk jam jurist dhe një herë, i qëndroj parimet. Pra, ti mund të më thuash mua që për një arsye ose i tjetër të ma vesh në ligje sa dush. Ka qenë ligjore dhe të vrasësh hebrejt në Gjermaninë naziste. E di pse? Kjo s'do të thotë që është e drejtë. E di pse jemi korrekt. Ligji mund të thotë diçka. Po ligjet, supozoj unë, mendoj unë, ligjet bëhen, në fund fare unë jam kandidat pikërisht për këtë pjesën aty, për të bërë ligjet mira. Ligjet bëhen për të mirën e njerëzve. Ligjin nëse i bëjmë neve për të blloku, atëherë ne nuk po bëjmë rrugën për të ecë përpara, po bëjmë rrugën për të ecë mbrapa. Kemi qenë 50 vjet blloku me ligjen neve. Nëse ne duam të shkojmë neve aty. S'ka asnjë problem. Ky popull ka qenë. Baballarët dhe gjyshit tanë kanë qenë diktaturë. Hajde, doni të shkojmë prapë, shkojmë prapë. E di çfarë më kujtoi kjo situata. Çështja kush është? Institucionet duhet të shërbejnë atyre që ato institucione i vënë në këmbë për t'i qeverisur siç duhet. Saktë, po e di çfarë më kujton ky kodi zgjedhor, cilit ju po e kritikoni në mënyrë shumë elegante, kuptohet? Kjo kodin zgjedhor nuk e unë po flas këtu për këto parimet ligjore. Kodi zgjedhor është për të hedhur në kosh qytetin e parë, nuk ka kritikë elegante fare, s'diskutohet fare, është një ndër kodet më nonsens që mund të kem parë. Nuk e di a ka një shtet tjetër që e ka, demokratik flas, kështu shtetet tjera. Por një shtet që largon zgjedhësin nga të zgjedhurit në mënyrë kaq ekstreme, unë nuk kam parë. Pra, të shkosh aty dhe të marrësh mundësi, në rastin, po ka dhe shumë kandidat tjerë që mund t'i shohim. Marrin 10 mijëra vota, nuk arrin dot futen dot. Ke një parti tjetër, e cila merr 60 mijë vota, merr një mandat. Ke një parti tjetër që merr 15.000 vota më pak dhe merr 3 mandate, unë s'di si t'ja shpjegoj këtë matematik fëmijëve të mi. 15.000 vota më pak, 3 fish më shumë mandate. 52% e votave merr Partia Socialiste me një sistem zgjedhor dhe një procedurë zgjedhore komplet të bërë zi komplet nga raporti paraprak ose BO-dirit, dhe në fund fare merr 83 mandate, 52% e 120-ës merr makinë llogaritse, të del 73. Është shumë e thjeshtë, me më pak vota ka marrë më shumë mandate. Po jemi të qartë fare. Vetëm kam një pyetje të Eli Mehmeti, sepse kjo lidhet. Unë nuk kam asnjë dyshim. Besoj se e di se ku doni me shku me pyetjen. Dhe ndoshta ju përgjigjem unë. Sepse juve ju kam këtu. Megjithatë po ju pres. Po pres pyetjen tuaj. Po kisha Blendi Klosin, nuk po bëj gabimin të djeg etapën për të dhënë përgjigje një pyetje të hipotezuar. Po pres. Përgjegjësia e Partisë Demokratike në këtë. Nuk do të futem në emra personale, se nuk e kam personale, përgjegjësia e Partisë Demokratike, e cila është alternativa e qeverisjes, e cila jo thjesht e votoi të kodin zgjedhor, por le ta them me trosh zotë Eli Mehmeti. Ky është varianti i propozuar nga Partia Demokratike. Unë këtë gjë që po them sot, unë nuk jam njeri që e them, nuk jam nga ato trimat mas lufta. Këtë gjë e kam thënë dhe sot një vit. Pra dhe verën e kaluar, kam thonë shumë qartë, ky kod zgjedhor dhe ky ligj, siç po përgatitet në këtë lloj mënyre, është në disfavor absolut të opozitës dhe është në disfavor të njerëzve që duan të përfaqësohen ashtu siç duhet. Pse? Sepse unë të mbështes deri në fund demokracinë drejt për drejt dhe demokracinë nga poshtë lart. Dhe ky kod zgjedhor nuk është mbështetës i këtyre dy parime. Unë qëndroj me këto dy parime.